Gjatë 12 viteve si shefe e tenderve në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Bashkinë e Tiranës, Agjencinë e Parqeve, Drejtorinë e Burgjeve, Drejtorinë e Transportit dhe prej 2 vitesh si drejtoresha operatorit qendror të tenderve, Arlinda Pogaj ka bërë batërdin, por për të fshirur përfshirjen e drejt për drejt, përveç vartësve të besuar, ajo ka angazhuar edhe bashkëshortin Edigen Pogaj në rolin e kryesekreterit të tenderve. E njohur si e preferuara e Blendi Gonxhes dhe emëruar me pëlqimin e Edi Ramës në krye të këtij operatori ku zhvillohen rreth 70% e tenderve të institucioneve, Arlinda Pogaj merr prej tyre listat e kompanive që duhet të përfitojnë tenderet me vlera të mëdha dhe i zbaton. Por në përcaktimin e fituesve, ajo ka përfshirë edhe bashkëshortin Edigen Pogaj si person kontakti dhe pazaresh me pronarët e kompanive private, i cili ka krijuar rrjetin e klientëve që marrin shumicën e tenderve të zhvilluar nga operatori qendror i blerjeve të përqendruara. Bashkëshortët Pogaj, që njihen ndryshe edhe si çifti i tenderve, pa marrëveshjen me cilët kompanit nuk mund të fitojnë nëse nuk bëjnë pazare paraprake të pjesës që duhet japin paradhënie, ndërsa drejtoresha Arlinda dhe bashkëshorti Edigen sajojnë kriteret e çdo tenderi, ja përshtatin kushteve që plotësojnë kompanit dhe vlerën e kontratave. Bashkëshorti Edigen Pogaj figuroni punësuar si jurist në kompaninë Shpresa AL SHPK, e cila gjatë viteve 2015-2018 ka marrë 12 milionë euro tender me 550 pagesa, ndërsa pas vitit 2019 ka marrë 36 milionë euro me 820 pagesa deri më 16 mars 2026. Nëse i shikon këta tender, konstaton gjurmë të drejtoreshës Arlinda Pogaj në institucionet ku ka qenë shefe tenderësh, por edhe gjurmë me prova të ndërhyrjeve të bashkëshortit Edigen Pogaj në institucione, drejtorie në përbashki për të orientuar tenderet e kompania Shpresa AL SHPK, por edhe për kompani të tjera duke shfrytzuar ndikimet dhe marrëveshjet e shkëmbimit të tenderve që bashkëshorti Arlinda Pogaj bën me drejtuesit në përministri, drejtori e bashki për të ndarë tenderet brenda rrjetit të kompanive, ku burri i saj luan rolin e sekserit. Zyrtarët e antikrimit në polici, në prokurori e SPAK, madje edhe në zyrën e Edi Ramës, janë mbushur me denoncime për drejtoreshën e operatorit qendror të tenderve, Arlinda Pogaj dhe burrin e saj, denoncime nga pronarët e subjekteve që skualifikohen padrejtësisht, por antikrimi dhe institucionet e drejtësisë nuk kanë filluar hetimin ndaj çiftit Pogaj, ndërsa Edi Rama nuk vepron ndaj drejtoreshës Arlinda Pogaj, prandaj ajo vazhdon aferat. Ka disa kohë që kryeministri Edi Rama po manifeston gjendje psikotraumatike që nuk ka lidhje me fundin e pushtetit, sepse e di që nuk do jetë i përjetshëm, por me ankthin e ballafaqimit me SPAK-un dhe drejtësinë. Shoqëruar me prepotencën dhe grandomaninë e tij, Edi Rama ndoshta mendon se nuk do të preket, por ashtu si paraardhësi i tij në Shqipëri dhe si ish kryeministrat jashtë saj me modelin kroato-maqedonas Sanader Gruevski, një ditë do të përballet me drejtësinë. Aferat ku ka përgjegjësi penale Edi Rama. Landfillet e Tiranës, Elbasanit e Fierit për cilat firmosi shpalljen e emergjencës së mbetjeve dha bonusin 8% para se të krijoheshin kompanit, akordoi fondet dhe inauguroi. Biznesi i kullave Alabar në Durrës, për cilat me vendim të Ramës do transferohet porti aktual dhe ju dhuruan 812.000 m2 tokë shtetërore mafjes arabe. Lejet dhe trojet publike për 50 kulla në Tiranë, të skeduara si lavatriçe të parave të pista, dhënë edhe trafikantëve pa verifikim burimesh financiare dhe jashtë bankave. Tuneli i Llogaras, tender me dyfishin e Kostos dhe PPP për 35 vite, dhënë klientëve turq. Koncesionet në shëndetësi, të miratuara dhe promovuara publikisht nga vetë Edi Rama, dosjet e 114 kontratave 1 euro, me të cilat u ka dhuruar toka, liqene pyje dhe objekte publike, oligarkëve e trafikantëve, afera e kompanisë Air Albania, që i ka vënë në dispozicion avionin charter për udhëtime personale, skeduar nga FBI për trafiqe, transporte ilegale të parave të pista dhe personave në kërkim. Skema për amnistim fiskale me objekt legalizimin e parave të korrupsionit e aktiviteteve kriminale bllokuar nga SBA, afera për parkun industrial energjetik në Spital Durrës për t'ia dhënë një firmë kineze me pronar të dënuar nga SBA, ku përfshin Olsi Rama si lobues dhe miratuar nga vetë kryeministri, ligjet për bastet online dhe kultivimin e kanabisit, licencat e të cilave Edi Rama ka tentuar t'u jap grupeve mafioze në Shqipëri dhe jashtë saj, por ka ndeshur në reagimin e SBA-s. Pritja në kryeministri, dhënia licencave për kazino dhe pazaret për biznese ndërtimi në Bregdet, lidhjet në biznese ndërtimi e shëndetësie për pastrim parash me grupin
grupin mafioz Ndragheta, afera e portit të peshkimit në Durrës, të cilin Edi Rama ja dha në përdorim për 20 vite, grupit të trafikantëve të drejtuar nga Gjergj Luca, maskuar pas aktivitetit të peshkimit, afera me Gonigëll, kur Rama përmendet 14 herë në raportin e FBI, i përfshirë në biseda korruptive, koncesione e ndikime të palishme me oligark rus të sanksionuar nga SBA, tenderi për portin e ri në Porto Romano dhën kompanisë qipriote, pas së cilës qëndrojnë kompani ruse të lidhura me Vladimir Putin, aferë për cilën reagoi SBA dhe u anullua. Në këto afera, urdhrat fillestare e vendimet fundore janë miratuar nga Edi Rama, prandaj SPAK dhe drejtësia do ta marrin të pandehur dhe kjo është vetëm çështje kohe. Në një vend ku prej vitesh flitet për pasuri të mëdha të fshehura jashtë vendit nga elitat politike dhe ekonomike, një vendim i ri i qeverisë mund të hapë një kapitull të ri transparence financiare. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin numër 113, datë 27 shkurt 2026, i cili përcakton rregullat e zbatimit të ligjit për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare. Vendimi zgjeron mekanizmin përmes të cilit bankat dhe institucionet financiare raportojnë të dhëna për llogaritë bankare dhe investimet financiare, të cilat më pas shkëmben automatikisht mes administratave tatimore të vendeve të ndryshme. Në thelb, sistemi synon të bëjë më të vështirë fshehjen e parave jashtë vendit përmes llogarive bankare, fondeve investuese apo strukturave financiare ndërkombëtare. Në këtë skemë, institucionet financiare duhet të raportojnë pranë administratës tatimore identitetin e mbajtësit të llogarisë, jurisdiksionin e rezidencës tatimore, numrin identifikues tatimor, si dhe të dhëna mbi vetë llogarinë financiare, përfshirë gjendjen e saj dhe të ardhurat që gjeneron si interesat, dividendët apo të ardhurat nga shitja e aktiviteteve financiare. Informacioni duhet të dorëzohet çdo vit pranë administratës tatimore deri më 30 maj për vitin kalendarik për ardhës. Për herë të parë, vendimi përfshin në sistemin e raportimit edhe kriptoasetet, një sektor që për vite me radhë është konsideruar si një hapësirë relativisht e paqartë për autoritetet fiskale. Dokumenti përkufizon kriptoasetet si përfaqësime digjitale të një vlere ose të drejte që mund të transferohen dhe ruhen elektronikisht përmes teknologjisë të regjistrave të shpërndar si blockchain. Përfshirja e kriptomonedhave dhe platformave të tregtimit të tyre në këtë sistem raportimi është një hap që synon të mbyllë një nga kanalet më të përdorura për lëvizje ndërkombëtare të kapitalit jashtë radarit të autoriteteve tatimore, por për te aspektit teknik, vendimi hap edhe një debat të madh politik. Prej vitesh në Shqipëri janë ngritur dyshime se një pjesë e konsiderueshme e pasurive të krijuara nga korrupsioni apo nga abuzimi me fondet publike është transferuar jashtë vendit dhe është fshehur në juridiksione financiare të njohura për sekretin bankar. Zvicra, Malta, Emiratet e Bashkuara Arabe, Luksemburgu apo operajsa fiskale si ishujt Kajman dhe Panama janë përmendur shpesh si destinacione ku kapitalet e mëdha nga rajoni mund të parkohen përmes kompanive offshore, trusteve apo strukturave të ndërlikuara financiare që bën të vështirë identifikimin e pronarit real. Në teori, sistemi i ri i shkëmbimit automatik të informacionit krijon një rrjet ndërkombëtar transparence, ku administrata tatimore mund të marrin të dhëna për llogaritë financiare të rezidentëve të tyre në vende të tjera. Kjo do të thotë se edhe autoritetet shqiptare mund të marrin informacion për llogaritë bankare që shtetasit shqiptar mbajnë jashtë vendit. Megjithatë, pyetja që mbetet është nëse ky mekanizëm do të përdoret realisht për të hetuar pasuritë e mëdha të fshehura nga elitat politike dhe ekonomike, apo nëse ai do të funksionojë kryesisht si një instrument kontrolli fiskal për qytetarët dhe bizneset e zakonshme. Nëse sistemi zbatohet në mënyrë të plotë dhe pa përjashtime, ai mund të bëhet një nga mekanizmat më të fuqishëm për të identifikuar pasuritë e padeklaruara jashtë vendit. Në të kundërt, rrezikon të mbetet vetëm një tjetër reformë teknike në letër, ndërsa kapitalet e mëdha vazhdojnë të qarkullojnë përmes rrjeteve të financës offshore, larg vëmendjes së publikut dhe institucioneve. Policia e shtetit ka zhvilluar një operacion të gjerë në zonën e Fushkrujës për kapjen e një prej personave në kërkim Ylli Zalla, i cili konsiderohet me rrezikshmëri të lartë. Sipas burimeve, forca të shumta policie rrethuan zonën e Zallës pas informacioneve operative për vendodhjen e tij, por ai arriti të largohej pak para ndërhyrjes. Operacioni u zhvillua në vijim të kërkimeve për Zallën, i shpallur që prej nëntorit 2025 për armbajtje pa leje dhe dyshime për përfshirje në aktivitete kriminale më të gjera. Pavarësisht kontrolleve të shumta dhe pranisë së shtuar të
të policisë në terren, ai nuk u vu në pranga ndërsa vijon puna për kapjen e tij. Burime nga grupi hetimor bën me dije se Zalla lidhet edhe me hetimet për atentatin e ndodhur në Rinas, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani dhe Muçi Shaliani. Dyshohet se nga banesa e tij në Fushkruj është siguruar automjeti i përdorur nga autorët, si dhe armët e krimit, megjithatë këto janë ende në fazë verifikimi dhe nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet. Në një kontroll të mëparshëm në banesën e Zallës, policia zbuloi një arsenal të konsiderueshëm armësh dhe lëndësh shpërthyese, çka shtoi dyshimet për përfshirjen e tij në ngjarje të rënda kriminale. Sipas të dhënave u sekuestruan kallëpe tritoli, granatadore, armë zjarri, mira fishek, bomba me telekomand dhe një sasi lënde narkotike. Ylli Zalla nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Ai është arrestuar edhe më parë përfshirë në vitin 2014 për prodhim të bombave artizanale dhe veprat dhe të lidhura me armët dhe narkotikët. Në atë kohë ai është hetuar edhe për lidhje të mundshme me grupe ekstremiste dhe përfshirje në aktivitete të paligjshme. Megjithse këto mbeten në nivel dyshimi dhe kërkojnë verifikim të mëtejshëm. Gjithashtu më herët ai është përfshirë në konflikte dhe kërcënime. Përfshirë një rast ndaj një biznesmeni në Fushkruj, çka e ka mbajtur vazhdimisht në vëmendje të autoriteteve. Policia thekson se operacioni në Fushkruj është pjesë e një strategjie më të gjerë për goditjen e personave në kërkim dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Ndërkohë burimet bëjnë me dije se kontrollet në zonë do të vijojnë, ndërsa po hetohen edhe personat që mund ta kenë ndihmuar Zallën të shmang arrestimi.